Aksi nacional Burrele-Rëshen është vështirë të qarkullohet me çdo lloj mjeti për shkak të problemeve të shumta, veç amortizimi ndër vitet të këtij aksi rrugor. Rreshtjet e fundit të shiut kanë shkaktuar shembje të shkëmbimeve dhe rrëshqitje të dherave në disa segmente. Më problematike situata paraqitet pranë urës së Urakës, ku një masiv shkëmbor ka rënë në mes të rrugës. Po ashtu në këtë segment ka edhe shembje të skarpatës së rrugës duke ngushtuar karrexhatën vetëm me një sens lëvizje. Shiret e 2 ditëve të fundit kanë krijuar probleme në rrugën dhe fshatrave ku ka patur shembje të tyre dhe bllokime si pasojë rrëshqitjes së dherave. Sipas prefektit të qarkut Dibër, që është edhe kryetari i shtabit të mbrojtjes civile Nexhbedin Shehu, situatë problematike mbetet me rrugët e brendshme të njësive administrative Derjan, Ulës, Komsi dhe Bazë në bashkinë e Matit. Prurjet të rrëmbyeshme të përrejmëve kanë shkaktuar dëmtime të rrugëve apo mbushjen e tyre me dhera. Ekipet e pushtetit vendor janë në terren për të rikthyer në normalitet lëvizjen e banorëve drejt zonave urbane. Lëhyrja po bëhet në rrugët më emergjente që kanë qenë totalisht të bllokuara apo rrezikonin të bllokoheshin nga shembjet masive të dheut.